Ashtu siç edhe theksuam pak më parë, tashmë jemi në ditën e 4 të një konflikti të Shtetet Bashkuara të Amerikës, Izraelit dhe Iranit. Zhvillime në lindjen e mesme, të cilat në fakt kanë tërhequr vëmendjen mbarkombëtare për shkak edhe të gjuhës së ashpër që është përdorur. Irani edhe gjatë orëve të fundit ka theksuar se nuk pranon që të ketë një bashkëpunim apo edhe të ulet në bisedime dhe negociata. Ne do të diskutojmë pikërisht për këto zhvillime të fundit në lindjen e mesme me ekspertin në çështjeve ndërkombëtare, Mentor Besha, i cili është bashkuar mëngjesin e sotëm. Faleminderit shumë që jeni këtu, është kënaqësi. Duket si një zhvillim i paralajmëruar, por si mund ta përkufizojmë këtë konflikt që ka shpërthyer tashmë në lindjen e mesme dhe që duket sikur po përfshin mbar botën edhe me shqetësimet e krijuara? Vijimi i asaj që pam vitin e kaluar. Kjo nuk është një luftë e re, është thjesht një seria e dytë, dhe ndoshta përfundimtare e luftës që nisi vitin e kaluar ndërmjet Izraelit dhe Iranit dhe që pastaj u mbyll nga ana e Shtetit Bashkuar të Amerikës, por që për fatin e keq të Iranit rezultoi dramatike hyrja në atë armpushim dhe me sa duket Irani e ka kuptuar tani më që armpushimi ishte i gabuar për të, sepse kjo luftë ishte e pashmangshme. Në pikpamjen e Izraelit, kjo është një luftë e cila duhet fituar dhe duhet mbyllur. Dhe ajo që tha sekretari Marco Rubio dje, në fakt zbuloi atë që të gjithë mendonin, po pak kush e thonte, që kjo është një luftë e Izraelit, kryesisht dhe në radhë parë, dhe pastaj një luftë e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe sa e vërtetë është që kjo luftë po zhvillohet në fakt për zhvillimin e armëve bërthamore, duke i referuar në fakt edhe bombardimit të parë që u krye, nuk është se u arriti të zbulonte diçka konkrete. Edhe në këtë rast duket që nuk është le të themi në planin e Shtetit Bashkuar të Amerikës pikërisht zhvillimi i armëve bërthamore, se sa ka të bëjë me interesa gjeopolitike, të rendit të ri botror. Irani nuk ka kapacitete për të zhvilluar armën bërthamore për momentin. Dhe natyrisht edhe qëndrimet e justifikimit të luftës nga ana e Shtetit Bashkuar të Amerikës kanë qenë ambivalente, ambigue, të paqarta, sepse në fakt askush nuk ka thënë që Irani ka kapacitetet për të prodhuar një bombë bërthamore. Kryesisht janë përqendruar tek ideja e shkatrimit të sistemit të raketave balistike, të cilat shihen si një kërcënim në mënyrë të veçantë jetësor për Izraelin. Po, se dhe Marco Rubio aty e vendosi fokusin dhe theksi që nëse nuk do të kishim reaguar, raketat balistike. Ajo që ishte interesante tek deklarata e sekretarit të shtetit ishte fakti që edhe nëse ne nuk do ta inicionim të luftë, ne do të gjendeshim në luftë, sepse Izraeli do të futej në luftë. Dhe në moment që Izraeli do të futej në luftë, Irani do të rrezikonte asetet tona në rajon, pra do të godiste bazat tona. Dhe për këtë arsye kjo është një luftë parandaluese, sipas arsyetimit të sekretarit Rubio. Se sa e qëndrueshme është kjo është e diskutueshme, por spaku arsyetimi që administrata Trump ka çuar në Kongres është pikërisht kjo. Që do thotë që objektivat nuk janë shumë të qartë. Dakor që u shkatruan, le të themi, supozojmë skenarin më të mirë, skenarin më pozitiv, që shkatrohen sistemi raketave balistike. Nga ana tjetër çfarë ndodh, sepse tani nuk po goditen vetëm sistemet e raketave balistike, po goditen edhe asete civile. Për shembull është goditur televizioni publik iranian, që nuk ka lidhje me asetet ushtarake. Pra, ideja është që të dekapitohet regjimi dhe të kolapsohet regjimi. Çfarë ndodh mbas kolapsimit të regjimit? Kjo është përgjigja që nuk kanë arritur që ta japin administrata e president Trump dhe nuk i është dhënë regjimi në Iran me këto zhvillime? Edhe herë? Mendoni që mund të ndryshohet regjimi në Iran me këto zhvillime? Tani, ideja e Izraelit është për të ndryshuar regjimin. Ka dy opsione. Ose shkatërrohet regjimi dhe vendi hyn në kolaps, fillon dhe fragmentohen, fillon dhe krijon rebelime nga brenda e kështu me radhë, ose ofrohet një alternativë e re e cila do të zëvendësoj këtë regjim. Deri tani ne nuk kemi parë që opsioni i dytë të jetë i mundshëm, sepse nuk ka asnjë alternativë e cila të jetë viable, e cila të jetë e mundshme për të realizuar në kushtet që gjendet Irani. Ne shohim në media të promovohen figura si djali ish monarkut Reza Pahlavi, kemi parë edhe figura që lidhen me Mekun, që e kemi të vendosur edhe ne këtu në Mans, por nuk janë alternativa serioze, sepse mbështetja e tyre është kryesisht jashtë Iranit, pra nuk kanë një mbështetje të qëndrueshme brenda Iranit. Dhe keni parasysh që president Trump ka thënë disa herë që tani është në dorën e
iranianëve që të ngrihen dhe ta marrin vendin e tyre në dorë. Problemi është që regjimi nuk i ka vrarë protestuesit me raketa balistike. Pra, në këtë pikpamje, ne nuk shohim që regjimi të ketë degraduar në atë pikë që të bëhet e mundur që njerëzit të ngrihen dhe të zëvendësojnë regjimin. Pastaj, kush janë njerëzit? Kush i organizon ta njerëz? Cila është alternativa politike? Në mungesë saj krijohet vakum. Dhe frika më e madhe e ekspertëve të sigurisë është që do të përballemi me atë që u përballëm në Libi. Pra, mund të shkojmë drejt shkatërimit të regjimit, por do krijohet një vakum i cili pastaj do të shoqërohet me një kaos, pasojat e të cilit janë pasoja jashtëzakonisht të mëdha, jo vetëm për rajonin, por për gjithë botën, dhe në mënyrë të veçantë e humbur nga kjo del edhe Europa, pavarësisht se duket sigurisht larg nga konflikti. Regjimi në fakt nuk është shkatëruar për sa kohë Irani vazhdon të tregohet i guximshëm duke goditur jashtë territorit të tij. Këtu i referohemi Kipros apo edhe bazave të ushtrisë amerikane apo mbylljes së ngushticës së Hormuzit. Pra, duket që është imobilizuar për të shkuar deri në fund kësaj lufte apo? Pavarësisht se kam pas një goditje të rëndësishme në fillimin e operacionit, ku dekapituan, le themi, udhëheqësit kryesor, përfshirë edhe liderin suprem, regjimi ka treguar që është një regjim shumë i qëndrueshëm, sepse është i kapilarizuar në të gjithë shoqëritë dhe është i shtrirë në të gjithë shoqëritë. Spari. Dyti është një regjim i cili nuk funksionon vetëm në pikpamje vertikale, por është i shumë shtresëzuar. Dhe duke qenë se është i tillë, është i decentralizuar dhe funksionon pavarësisht se nëse goditen strukturat të caktuara drejtuese apo jo. Dhe kjo i jep një qëndrueshmëri shumë të madhe a regjimit. Dyti, regjimi nuk është se nuk ka mbështetje popullore. Një pjesë e popullsisë, 20-30% e popullsisë, kanë ende mbështesin regjimin dhe e shohin si një përfaqësim të tyre. Në këtë pikpamje nuk është si regjimet e tjera klasike diktatoriale, të cilët mund të rrëzohen. Dhe rrëzimi i regjimit të iranianit, i cili është një regjim sui generis teokratik, është me të vërtet shumë i vështirë dhe po rezulton të jetë i vështirë. Dyti, ne dinim që Irani ka kapacitete reaguese. Dhe do t'i përdorte këto sepse është kushtet e ambietesës. Tani mbetet për t'u parë nëse kapacitetet maksimale të reagimit të Iranit janë këto që po shohim, të cilat në fakt nuk janë në nivelin e pritshmërive, apo Irani është i përgatitur për një luftë edhe më të gjatë. Ashtu siç thotë edhe presidenti Trump, që kjo mund zgjasë deri në 4 javë, atëherë Irani do duhet që të racionalizojë përdorimin e raketave balistike dhe të dronëve që kanë në dispozicion. E vërteta është që sulmet e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe të Izraelit e kanë dëmtuar jashtëzakonisht shumë, qoftë njësitë e lëshimit të raketave balistike dhe të dronëve, por qoftë edhe njësitë e prodhimit të tyre. Dhe në këtë pikpamje mbetet për t'u parë kush do të ketë problemet e para logjistike. Irani apo Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk e kanë... Trump është shprehur që Amerika i ka mundësitë për të luftuar përgjithmonë nëpërmjet armëve që disponon. Natyrisht që kjo pritet nga një udhëheqës i cili është vendit cilit është në luftë, njëjtë gjë do thotë edhe Irani. Dhe ende tha s'ka filluar valja e madhe. Problemi është që gjithë industria ushtarake është e limituar, është e kufizuar, dhe në mënyrë të veçantë mbrojtja raketore. Dhe ne kemi parë që në vendet e Golfit kanë filluar të kenë probleme dhe kanë diskutime serioze a kanë numrin e nevojshëm të mbrojtjes kundërajrore për një periudhë relativisht afatshkurtër, sepse edhe sistemet Patriot, edhe THAAD, të cilat janë sistemet qendrore kundërajrore amerikane, të shpërndara në rajon, janë të kufizuara, janë të vështira për të prodhuar dhe janë të shtrenjta të kushtueshme për të prodhuar. Prandaj mbetet për të parë në këtë luftë tretëse, attrition war, cili prej vendeve do t'ju mbarohen municionet, le themi, më përpara. Si shihni arreshtimin e vendeve arabe krah Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit? Vendet arabe nuk e kanë zgjedhur të arreshtohen. Vendet arabe janë detyruar të arreshtohen. Pra janë goditur. Çështja është që keni parasysh që kemi dy shtete, po të hapni hartën, kemi 2 shtete të cilat janë shtete ekspansioniste. Irani në një anë dhe Izraeli në anën tjetër. Dhe në mesin e tyre kemi vendet e Gjirit Persik. Në fakt, vendet e Gjirit Persik kanë zgjedhur një tjetër metodë sjellje në politikën ndërkombëtare. Ata e dinë që njerëzit duan të bëjnë para.
dhe parat bëhen në kohë paqe dhe me siguri, nuk bëhen në kohë lufte. Ndërkohë që Izraeli dhe Irani kanë interesat të tjera. Dhe këta vende këtu gjenden në mesin e dy palve. Dhe ata kanë bërë çështje mundur në fakt për të shmangur konfliktin ndërmjet Izraelit dhe Shëbaz dhe Iranit, sepse e dinin që pasoja do të binin mbi ta kryesisht. Keni parasysh që janë një qendra më e rëndësishme prodhimit të energjisë globale, pra të naftës dhe të gazit. Gazi nga Katari është pezulluar, pra nuk prodhohet më LNG-ja. Dhe kjo ka quar në rritje me 5% të çmimit të gazit në Europë. Me njëherë tani, imagjinoni në afat gjatë çfarë mund të ndodhë. Po ashtu aty kalon 20% e naftës botërore. Dhe impakti në çmimin e naftës është jashtëzakonisht i lartë. Është një hub, është një nyje lidhse e fluturimeve nga Azia drejt pjesës tjetër të botës, dhe të gjitha janë të pezulluara për shkak të mbylljes së hapësirës ajrore. Dhe janë me dhjetra mijëra njerëz të mbetur aeroporteve të këtyre vendeve të gjirit persik. Dhe natyrisht që këto vende kanë krijuar imazhin e parajsave të sigurta. Dhe njerëzit shkojnë për turizëm, për biznes pranë këtyre vendeve. Në momentin që këta vende e humbasin, le temi këtë ombrell të sigurisë, atëherë dëmi që shkaktohet këtyre vendeve është jashtëzakonisht i madh. Megjithatë, në fakt, impakti që ka pasur kjo luftë ka qenë vërtet i madh. Europa është futur në alarm. Gjithashtu frika në Shqipëri ekziston për një sulm të mundshëm në kampin e mujahedinëve. Në të njëjtën kohë duket sikur ka një bashkëpunim mes Iranit dhe Libanit për të lëshuar raketa për sa kohë në fakt ato që janë me gjatësi vale të lartë, pa diskutim që nuk do të arrinin kurrë në kampin e vendosur në Manz. Megjithatë, situata është kritike, pra paniku është shumë i madh, e ka mobilizuar Europën në një farë aspekt. Sa i përket konsumimit të parë të ku kemi interes drejt për drejt në rastin e Manzës. Është e vështirë të mendohet që Irani të ketë kapacitete, spari, teknike për të realizuar një sulm me raketa balistike në Manz, sepse është përtej rrezeve të mbërritjes së raketave balistike. Pothuajse nga hartat që kemi që qarkullojnë, Shqipëria nuk është brenda hartës së rrezës goditëse të Iranit. Spari. Së dyti, Irani ka probleme mëdha, jashtëzakonisht të mëdha të tjera. Dhe natyrisht që Irani do duhet që të racionalizoj goditjet aty ku efekti është më i madh. Dhe ne kemi parë që madje as Izraeli nuk është goditur se sa vendet e gjirit. Pse? Sepse efekti në rritjen e sensibilitetit është jashtëzakonisht i madh në vendet e gjirit. Dhe mbrojtja kundër ajrore është më e dobët në vendet e gjirit se sa në Izrael. Në këtë pikpamje, ata kanë racionalizuar goditjen pikërisht në këto vende në mënyrë që të mobilizojnë këto vende që të ushtrojnë presion mbi Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të gjetur një zgjidhje. Së dyti, nuk shoh ndonjë interes strategjik se përse Irani do duhet të sulmonte Shqipërinë. Shqipëria është një vend antar i NATO-s, do duhet pastaj të tërhiqte artikullin Nenin 5, vendet tjera do duhet të reagonin kështu me radhë. Pra është një çështje që nuk besoj që intereson dhe i sjell vlerë të shtuar Iranit. Sa i përket Europës, besoj që rreziku më i madh është rreziku ekonomik. Pastaj rreziku i sigurisë. Natyrisht që ka një frikë të këtyre celulave të fjetura të gardës revolucionare iraniane, të cilat në vijimësi janë diskutuar në literaturën mbi çështjet e sigurisë, por që deri tani nuk ka dhëna konkrete që ekzistojnë me të vërtetë dhe kanë plane paraprake për të vepruar dhe shpresojmë që të jetë e tillë. Sa i përket ekonomisë, Europa është ndër vendet para të prekura. Dhe ne kemi parë me njëherë një rritje, dhe Europa është në një krizë të kostos së energjisë. Dhe ekonomia europiane është në një impas të madh pikërisht për shkak të kostos së energjisë, në mënyrë veçantë Gjermania që është lokomotiva ekonomike e Europës. Tani shtok saj edhe rritjen e çmimeve, sidomos në kushtet e një dimri që ende nuk ka dalë, të gazit me 50%, kosto e jetesës në vendet europiane rritet jashtëzakonisht shumë, dhe kjo mund të krijojë edhe probleme sociale në shoqëritë europiane. Por Rusia dhe Jemeni sa mendoni se mund të përfshihen, nëse ka një përshkallëzim të tensioneve? Rusia ka problemet e veta dhe është mjaftueshëm e përfshirë, kështu që nuk besoj që Rusia ka diçka për të sjellë në tavolinë në këtë konflikt të ri. Jemeni deri tani pritej që Huthit të ishin ata që do të reagonin dhe jo Hezbollahu. Dhe duket është befasuese që Huthit nuk kanë reaguar.
ose ka strategji për t'i përfshirë më vonë në konflikt, në kushtet kur Irani do të gjendet në një pozitë edhe më të ndërlikuar, ose nuk kanë kapacitete për të përfshirë. Ndërkohë që kemi parë që Libani është përfshirë i gjithi dhe ka sulmet vijueshme nga Izraeli, dhe Izraeli e shesi një moment për t'i larë hesapet njëre mirë me Hezbollahun në Liban. Faleminderit shumë që ishe live në mëngjes për këto sqarime shumë të rëndësishme në këtë pikë, sepse kanë krijuar edhe shqetësim po ashtu në vendin tonë. Faleminderit, kënaqësi gjithmonë.